emision, Elvire, knatësi që ju kemi. Është knatësi e veçantë. Shumë faleminderit. Si po kalon këto ditë? Faleminderit shumë për ftesën. Me plot dëshire, kom pranu ftesën e juaj dhe do jem prezent sa herë që ju doni. Faleminderit shumë, faleminderit për këtë mundësi edhe këtë vullnet të mirë që e keni. Çdo herë, me knatësi çdo herë. Si po ju shkon koha, si po kaloni në Kosovë tani? Shumë mirë, si zakonisht, në Kosovë kalojmë çdo herë mirë, pa marrë parasysh se a jem në sezonën e verës këtë prezent, apo edhe gjatë dimrit, çdo herë mirë, çdo herë me familje dhe miqtë e tonë. Cila është ndjenja që sa po zbret nga aeroplani në aeroportin e Prishtinës? Çka i thoni vetes? Është një ndjenjë mrekullueshme. Na mungon Kosova, na mungojnë familjarët, na mungon shoqënia. Mirë po, ne jemi edhe shumë shpesh në Kosovë dhe nuk e kemi ndoshta mungesën shumë të madhe, për shkak se jemi shumë shpesh dhe jetojmë në Gjermani dhe vim për një kohë shumë të shkurtër në Kosovë. Ndodh që edhe nëse ndonjëherë ka nevojë, kalojnë vetëm fundjavën këto. Po, mjafton për një natë me orë? Mjafton, ka pas raste që kemi ardhur para dite dhe jemi kthy mas dite. Po, kjo është e mira kur je në Evropë në përgjithësi dhe je afër vendlindjes. E vërtet. Ylbere, kur ka qenë koha që ke shkuar në Gjermani? Në Gjermani jam nga viti 2009. Kam shku në fillim, por nuk kam jetu qysh nga viti 2009. Ka qenë vetëm viti që unë kam shku në Gjermani dhe kam marrë vizën si studente, për të vazhduar studimet atje. Po, i ke mbaruar studimet atje dhe që nga koha e studimeve keni qëndruar për gjithmonë? Po, pastaj kam kriju familjen time dhe kam bet atje. Po, si ka qenë të studiosh një studente nga Kosova në Gjermani? Fillimi ka qenë pak i vështirë, mirë po me kohën ka funksionu çdo gjë, okay? Ka qenë shumë mirë. Me qenë se unë edhe këtu kam qenë në 2 fakultete, juridikun e kam të përfundu. Ndërsa fakultetin e aktrimit nuk e përfundova. Dhe nuk ishte vështirësi, se veç isha sikur në tema, në rrjedha të studimeve. Po në Gjermani çfarë studime zgjodhe? Në Gjermani zgjodha po ashtu drejtimin e juridikut, po vetëm drejtimin e të drejtave të punëtorëve dhe të drejtave të bizneseve. Po, kjo të ka ndihmuar sigurisht për të krijuar biznese në Gjermani? Po, më ka ndihmuar shumë, sepse gjatë kohës studimeve pata mundësinë të bëj edhe praktika në firma të ndryshme. Dhe një kohë gjatë isha te Siemensi, është një firmë shumë e madhe, dhe ato mësova dhe shumë gjona tjera, shumë drejtat punëtorëve, shumë ligje që ishin paralel me fakultetin. Dhe më ndihmoi shumë, me të vërtet ka qenë shumë mirë se e mora eksperiencën dhe pastaj kur fillu me firmat e tona, kështu që i kisha të gjitha, i disha të gjitha. Po, sa është e vështirë që të përfundosh një studim në Gjermani? Si e huaj në këtë rast në shtetin Gjermani? Është shumë vështirë, është me të vërtet vështirë në çdo sferë. Edhe studimet është e vështirë, je e huaja dhe ndoshta edhe pse... Sa vlerësohesh? Po nëse punon, vlerësohesh shumë, është shumë e vërtet. Në Gjermani njerëzit që punojnë, njerëzit që i krijojnë me mundin e vetë, me ndjersën e vetë, sido që tjetë, biznesin, arsimimin dhe të gjitha gjona tjera, vlerësohesh tej mase. Dhe nuk besoj që ndoshta të diskriminojnë. Nuk besoj, nuk kum pas raste one, mirë po si huja ti ndoshta dhe vetë ndihesh pak më ndryshe. Pasi që ju keni zhvilluar biznese në Gjermani, a i keni pasur vështirë që të deportoni në tregun, në klientelën gjermane? Po, e kemi pas shumë vështirë. Cili ka qenë ai çelësi i suksesit i punës tënde? Ka qenë shumë vështirë, të thëmë sinqerisht, une kur kam përfundu juridikun dhe kam shku me diplomën e fakultetit juridik në Gjermani, kam bëha kërkesat shumë ta për me punu diçka tjetër, vetëm me punu. Dhe me thonë, nuk e zgjidhësha punën,
që të punoj vetëm në juridik, ose që të studioj, pastaj të punoj, dhe ka qenë shumë e vështirë, më beso që kam ba dikun 50 kërkesa, mrena 6 mujve për punë, dhe as kush nuk ka marrë në punë. Edhe të paktën si shitse në një dyqan shumë thjesht, nuk më kanë marrë në punë, dhe më kanë kthy kërkesa që nuk je personi adekuat, për shkak se në Gjermani është duhesh edhe në si shitse ka qenë atëherë kur bëhet fjalë për vitin 2010. Po. Ka qenë, nëse punon si shitse, duhesh mi pas 4 vjet ose 3 vjet zanat, më duket, ka qenë ashtu. Po. Dhe atëherë ta kanë siguru venin. Edhe pse ka pas kërkesa në ashtat mdoja për një vend si shitse, një punëtore, nuk më kanë ofru mu, për shkak se unë kam qenë juriste dhe nuk jam konë adekuate për atë. Nuk e qenë personi i duhun. Në fakt, po. Sigurisht këto ngritjet e zbritjet të bëjnë herë të ndjesh mirë, herë jo mirë. Si ka ndikuar për ty? Atë ka dhënë motiv dhe vullnet pastaj për të bërë diçka tënten? Pikrisht këto refuzime? Shumë. Dhe nuk jam di as pak keq. Më beso që vetëm këmë thonën, okej, sa mirë është që qysh tashti po mësona une që në këtë vend duhet me punu shumë për me arrit diqka. Dhe e këmë pa që me të vërtet nuk është let, mirë po kur mu su dërza. Këmë vendos me jetu në atë vend dhe çdo herë e këmë pas qëllimin me hecë për para. Me qëfar biznesesh merresh, qëka praktikoni më shumë në biznese? Ma shumë jena në gastronomi. Gastronomi Jemi për momentin ma shumë dhe patonqmëri, ndërtime. Sa është e zhvilluar gastronomia në Gjermani, ndoshta në qëfar fushë, qëfar restorane keni? Gastronomia është në mungesë të punëtorëve, për momentin është në rrezik, është në rrezik të madh, dhe kemi shumë, si quajmë, kolegë, firme të ndryshme që kanë falimentu për shkak të mungesës të punëtorëve. Do me thënë, ky fenomen nuk qenë ka vetëm në Kosovë, por edhe në Gjermani. Në Gjermani është shumë i madh. Edhe në Kosovë po ndëgjoj nga miqtan që është një krizë për momentin, për shkak të fuqisë punëtore. Mirë po në Gjermani është kjo dukuri qysh mas pandemisë ka fillu vrollshëm. Dhe kanë me të vërtet, për shkak të mungesës punëtorëve, ka ndodhur shumë që kanë falimentu dhe po falimentojnë çdo ditë. Pse mendon se ndodh kjo dhe shuhet sa më shumë dëshira e njerëzve që të punojnë edhe jemi në mungesë të punëtorëve? Cila është arsyeja sipas teje gjithmonë? Është një dukuri shumë e shumtume mas pandemisë, po flas për rinin, për shkak se janë bo si pa energji. Nuk e kanë ma atë vullneti si kur na. Unë tregova që i kom bo shumë kërkesa për punë dhe askush nuk u murë, po nuk u dërzova dhe fillova studime dhe fillova pastaj, ndërsa sot m'lusin që të punoj ndoshta vetëm 2 orë si këshilltare me ndonjë firmë, ose t'ja menaxhoj zyren, ose t'i bëj ndonjë broshurë, ndonjë reklam tillë, edhe kështu që nuk ban mu dërzu. Ndërsa rinia tashti po mendojnë që paret do i fitojnë shumë lehtë, që është një mashtrim, dhe po mendojnë që ajo puna ndoshta që e kemi bërë ne si gjenerat pak maj vjetër, është shumë e lodhshme dhe është shumë e mundimshme, dhe më lehtë është dalësh në TikTok, ta bësh një video, ta postojsh dhe ti fitojsh disa të holla, ose dhe të rish në kafeteria dhe shofsh nga do vjen diqë. Do me thënë, kjo gjë është edhe në rinin në Gjermani? është prezente? është shumë prezente dhe është një dukuri shumë e shumtuar. Sepse po shof çdo herë që gjeneratat e reja nuk pedojnë arsimimin ma. Do ju mungoj arsimimi shumë, ndoshta do kenë para, ndoshta do bëhen sukses shumë dhe me TikTok dhe me reklama, me Instagram, me gjitha gjonat, mirë pa arsimimi e ka peshën e vetë. E vërtet, pajtohem me këtë gjë. Si po funksionojnë restoranet me qenë se ka mungesë, ju personalisht për vete, Ylbire, si po funksiononi? Ka dash zotin e jemi shumë mirë.
jemi shumë mirë, kemi punëtor të mrekullueshëm, kemi punëtor që janë që 15 vitet e ne. Dhe besoj që vitin e kaluar kishme bisede me bashkëshortin, a ndoshta do i largojmë ja dy se i kemi shumë punëtor. Dhe hajde po cili mendon ti, Se cili më i mirë se tjetri, po, si cili më i mirë se tjetri. Janë vërtet të mrekullueshëm dhe jemi shumë të lumtur që edhe na po mujmë me ardhë në Kosovë me bë pushimin dhe atje shkon çdo gjë në rregull. Sa ke qenë ndihmë dhe lidhse shqiptarëve që kanë ardhur më vonë në Gjermani, për shembull, për të punësuar shqiptar, apo si ka qenë ndihma jote? Sepse dukesh kështu shumë e hapur edhe faleminderit. më thënë zemërgjerë në këtë aspekt. Faleminderit shumë. Po, jam çdo herë e hapur, në çdo sferë, si për t'i marrë punëtorët, për t'ju ndihmuar atje, si për t'ju ndihmuar familjeve atje që janë me ndonjë nevojë, ndonjë gjëri, blerjet banesave, apo gjitha ndihmat që kam mundësi me shumë kënaqësi do ju ndihmoj. Kam ndihmuar shumë edhe në Kosovë dhe në të ardhmen nuk do të ndalem. Dhe jam shumë e lumtur që unë kam mundësien me ndihmu të tjerëve. Ylbere, si është gastronominë në Kosovë dhe të drejtat e punëtorëve një farë forme që Kosova i ka? Pagat minimale që janë? Fatkeqësisht është jo e mirë. Fatkeqësisht gastronomët në Kosovë duhet me ndryshu shumë sa i përket fuqisë punëtore. Sepse ne në Kosovë kemi njerëz të mrekullueshëm, rini të mrekullueshme. Mirë po, qasja e menaxherit, ndoshta s'po them trajtimit që bëhet ndaj punëtorëve është e tmerrshme. Po edhe myshtërive, sepse për ta krahasu myshtërien në një restoran në Kosovë dhe në një restoran në Gjermani, për shembull, po flas për restoranin tim, është me të vërtet jo motivuese për atë kamarierin apo edhe për kuzhinierin, ku bëhen reklamat të ndryshme dhe të panevojshme. Pastaj edhe po të them, edhe menaxheri nuk din ta menaxhoj si duhet atë restoranin, për shkak se ban dallimin mes punëtorëve, në mes atij që ka përvojë më shumë dhe atij që ka përvojë më shumë, nuk ja jap mundësien ai me u zhvillu dhe me sjell më të mirën për lokalin e tij. Gjithashtu, sa për informacion, besoj që e din, ne të gjithë kamarierat i kemi me universitetet përfunduara, që thonë kamarier me fakultet, në pamundësi për të hyrë në institucione për çka edhe ka përfunduar, zgjedhin që të paktën të punojnë diçka edhe punën e kamarierit. Kështu që, do më thënë, janë njerëz të jashtëzakonshëm të gjithë, vetëm se mjafton, apo duhet që të kemi një trajtim më të mirë, sa i përket të drejtave të punëtorit, po flasë. Është mrekulli për vendin tonë, në thashë, kemi rinin të mrekullueshme, e kemi rinin që hala jep energji, na duhet ta ruajmë. Nëse ne e ruajmë këtë dhe japim mundësi kësaj rinie, nuk do të largohen nga këto. A është kjo që po e diskutojmë deri më tani pika kyçe që duhet me funksionu një restoran, apo kur e hap në fillim, do shta një vit dy, ndjehesh pak si e dëshpëruar, kur fillon që të kesh përfitime tamam? Të them drejtën, unë në gastronomi nuk kam qenë para se me hap lokalin që tregoj tash si kam qenë me fillu prej zeros. Sepse bashkëshorti jem veç ka qenë në gastronomi dhe kur jemi njoftu na, kur jam martu në Gjermani, ai veç ka qenë në gastronomi, mirë po ka qenë si menaxheri një lokali tjetër dhe nuk e kemi pas lokalin tonë. Është e vështirë në çdo punë, në çdo profesion, në çdo biznes, fillimi është i vështirë. Po më duket gjithçka që e merr me zemër dhe me dashuri është ja del edhe është një qels tamam kështu. Vërtet. Ne kur e kemi hapë restoran, kur e kemi blet, tash të them direkt restoranin, për shembull që e kemi blet për të ndina pak më lirë, ndoshta, sepse bashkëshorti jem ka punu shumë në restoranin tjetër, ka qenë menaxher
dhe vërtet ka qenë çdo ditë me telefon me gjitha përkushtimet që i ka bëj. Dhe pastaj na lindi djali dhe e vrejta që është me të vërtet shumë rënë për shkak se nuk ishte babi i vet prezent asnjëherë. Ishte e nevojshme. Ishte e nevojshme dhe vendosëm tani me ble restoranin ton. Po kur nuk e kemi pas qëllimin që të arrim këtu ku jemi sot. Ne kemi pas qëllimin vetëm të jetë të joni, të kem hapësirë ma shumë për familjen, që baba dhe fëmijat shifen më shpesh ndoshta dhe thjesht që të vjen ma herët e shtëpia, sepse ai ka ndodhur deri 12 natës nuk ka mujt me arë në shtëpi për shkak të obligimeve që ka pas. Ndoshta këtë punëtorët kanë shku, ai ka met ende. Edhe tash ndodhe njëjta, nuk është që nuk ndodh, po i menaxhojmë, i koordinojmë gjanat edhe është pakës ma lehtë. Djali kishte emrin Anuar, apo? Po, Anuari njëri e Nurdoni tjetri i vogli. I vogli? I vogli Nurdon. Nurdon, okej. Anuarin e kemi pak më të famshëm, po e duket. Si është që në fëmiri t'jesh një fëmijë kaq simpatik dhe të kesh kërkesa për të bërë model i veshjeve për fëmijë? Faleminderit. Po, Anuari... Ka pasur bashkëpunime me kompani të ndryshme atje. Si ka qenë kontakti? Anuari ka qenë model në gjithë Evropën dhe model shumë i famshëm. Nuk ka ndonjë firmë, ndonjë brand që nuk e ka ftu. Dhe kështu kemi hecë shumë bashkë me ta në për Evropë. Kemi kalu një kohë shumë të mirë, bëhet fjallë para pandemijës. Është e letë sepse ai e ka bërë me shumë dëshirë. Ka qenë si fëmijë dhe ka pas shumë vërtet talent. Edhe në për studio, kur kemi shku, kam planifiku 2 orë, ndoshta me i bo që ato fotografijat e koleksionit 3. E ka përfundu marë. Për 20 minuta, veç i ka bot 2-3 foto dhe ka thonë ai, stop, u kry, jeni të lirë, muni me shku, se vërtet e ka dasht edhe e ka bo me shumë knaqësi, sidomos kur shkëshmi në për këto brendet që kishte me bo, vetëm një foto ndoshta për koleksionin e ri ose për kataloge, 20 minuta dhe përfundojke dhe ishme të lirë tani. Keni qenë të lirë, po. Kam jaftu me pa pjesën tjetër qytetit ose të vendit ku keni shku për punë. Është shumë e vërtet. Sa vjeç është tani Anuari? Tash ti ka bërë 16 vite dhe tash ma shumë mirët me futbol. Ma shumë me futbol, shpresoj, dash zoti që të bëhet një futbolist i suksesshëm dhe ta përfaqësoj ndoshta edhe Kosovën. Nëse qëllimi i tij është kjo, shpresoj edhe uroj që të besoj që po shumë mirë për momentin, edhe në shkollë është i shkëlqyshëm dhe do shohmi. Planin besh do herë thotë ka mami arkitekturën. Okej, shkojnë të dyja paralel, pse jo? Sa shpesh i bjen fëmijët në Kosovë? Sa ke mundësi me i pru në Kosovë? Përveç që ty të bjen ndoshta me ardh edhe vetë, vikendeve, po fëmijët sa e kërkojnë, sa e në të lidhur me Kosovën? Fëmijët i sjellmi shumë shpesh në Kosovë. Anuari është shumë i lidhur me Kosovën. Ndërsa Nurdoni është 5 vjeçar. Është më i vogël. Po, është më i vogël. Edhe ai është i lidhur shumë, mirë po jo sikur Anuari. Anuari është sidomos verës, ai që a di që përfundon shkollën, të nesër thot mami nëse ju s'muni si keni rregullu hala punët, unë po shkoj pra, ose me aeroplan, ose me familjar tjerë. Po tonet nesër ka me shku mami se këto knaqet. Ka shoqni shumë edhe ndihet shumë mirë, i pëlqen. Shumë e bukur kjo, sepse koha e tij, si 16 vjeçar, është një adoleshent apo një teenager, që ne edhe pse i shohim mirë fëmijët e kemi frikat, ndoshta se mos mund të ketë ndonjë devijim ose diçka të tillë, por që sporti edhe dashuria për Kosovën i mban këta fëmijë shumë të përmbledhur edhe të përmbushur. E kuptoj, kohën e fundit është një dukuri jo e mirë në mes diasporës edhe Kosovës, mundem me thonë shumë sinqerisht, dhe shumë janë zhgënjym ndoshta, po unë nuk e kuptoj arsyen pse, sepse ne jemi në shtëpinë tonë. Ne kemi shtëpit tona këto. Ne vim dhe i sjellmi familjarët, fëmijët për shembull këto në Kosovë, vetëm për ta mësu gjuhën, kulturën, i njoft familjarët. Por unë ju pyeta që është shumë mirë kjo lidhje, me qënë se në kohën e adoleshencës, fëmijët do me thënë din mës me dash me ardhë Kosovën.
Prandaj, në këtë pjesë e kisha. Unë po flasë për anuarin, Po. dhe ajo është shumë okej, shumë e knatësi vjen, shumë ka shoqni këto, dhe ndihet shumë mirë. Ndihet shumë a mirë se në çdo vend botës me shku. Po, një fëmijë i mbarë, tamam që e don futbollin, e don Kosovën edhe gjithçka është Po, e vërtet. në E rregull. vërtet. Dukurit që i kemi kështu qa me botash, si gjithmonë Kosova prap se prap ju don, Ylvere. Faleminderit, po besoj që ne dojmë Kosovën Më shumë? E mendon kështu? A keni mendu? Besoj që po. Besoj që po, sepse edhe kam raste familjar dhe shoqni, është me të vërtet, nuk mundin ndoshta në Kosovë ta ndjeni atë mungesën që e kanë bashkëdhetarët tonë, kudo që t'janë. Dhe vera dyqysh po i bashkon gjitha familje që ndoshta nuk shifen një vjetë. Po ndoshta ka dhe familje që vjen nga Amerika dhe nuk janë pa 3 vite dhe kështu që takohen verës këto. Se edhe unë e kam hallën Islandë dhe ndodhë që në Kosovë takona. Nuk vinë shumë shpesh, po. Jo, edhe nuk vjen shumë shpesh, po edhe me të vërtet, ndoshta vetëm në Kosovë ndonjëherë takohemi, dhe fëmijët e me kanë mundësien me njoft familjarët. Po. Kjo dukuria mes mergjimtarëve dhe vendasve këto kohën e fundit nuk është e mirë dhe besoj që kjo nuk na sjell asnjë. Nga çka mendon se ka ardhur, nëse veç mendon se ekziston Po kjo? mendoj që një urrejtje e panevojshme. Mendoj që është një urrejtje e panevojshme, nuk na duhet. Ne jemi, kudo që t'jemi në botë vllazën dhe motra. Po, ndoshta është shprehje shumë e vrajtë fjala urrejtje, sepse nuk e besoj që ekziston, po ndoshta para gjykime dhe gjëra të tilla. Edhe atë ka ndodhur ty personalisht? Jo. Që të zhgënjehesh? Jo, mu personalisht nuk unë ka ndodhë, asnjëherë, fatmirësisht. Po, çka të pengon Po më ndëgjoj shumë Apo dhe rrjetet shoh shumë. sociale ndoshta e kanë bërë të veten? Po dhe rrjetet sociale e kanë bërë veten, po dhe ndoshta s'po di, ndoshta ndonjë xhelozi e panevojshme. Çdo gjë që është e panevojshme, nuk na duhen këto gjëra. Nuk na duhen këto gjëra. Është shumë mirë që na jemi ndoshta populli i vetëm që çdo herë i sjellmi fëmijët tonë këto. Ndoshta ka popull tjetër që kur nuk i çon fëmijët e vet në vendlinjën e vet, dhe fëmijët e vet nuk e dinë se prej nga vinë prind, ose prej ka i kanë rronjet. Edhe kështu që Kosovarët janë më të lidhur. Po, jemi të lidhur, është e vërtet, por pse mendoni që mund të ketë xhelozi? Ndoshta me Ilon anash mos më menduju që ka xhelozi dhe nuk xhelozon i tjetri. Kum pas shumë raste që ndoshta i kum dëgjuar edhe i kum marrë ndryshe mendimi jam. Po. Jo këto temat e veturave, jo këto temat e restoraneve, jo ato, jo këto. Une, mu edhe zemër më qarkullon gjaku ma shumë kur i shoh restoranet të mbushuna në Kosovë me bashkëdhetarë. Kur i shoh fëmijët sa të lumtur janë, që edhe në lagje teme, në mbrëmje, janë 10 fëmijë që dalin në rrugë dhe luajnë bashkë dhe bisedojnë bashkë, dhe është shumë kënaqësi. Pse jo? Bashkëdhetarët tonë ndoshta i kanë mundësia të me shku në çdo vend botës, po i sjellin fëmijët këto. Vinë këto me familjarët, me kalu. Edhe veturat, jo ashto, jo kështo, jo i kanë marrë me kredit, jo po vinë më na kallëzu. Jo, veturat ndoshta ma të bukura janë në Kosovë se jashtë. Mirë po, ata që i sjellin, që vinë me veturat e veta, po le të kënaqen. Pse jo? Edhe nëse i kanë marrë me kredit, ata do i paguajnë. Po. Pse ne të nxisim urrejtje ndoshta ose të diskutojmë për këtë? Ylvira, ke mendu ndonjëherë mas gjithë kësaj na që foljo me u kthy në Kosovë ose me hap bizneset e ju a linjën e restoraneve në Kosovë? Ne kemi edhe biznese në Kosovë, kemi pas biznese dhe kemi kërkesa të vazhdueshme për me ardhë në Kosovë, me bashkëpunu në bizneset ndryshme. Kemi pas edhe bizneset tona dhe hala jemi në biznese kështu me partner. Me përqindje. Me përqindje të vogla. Mirë po për mu kthy komplet nuk kemi vendos dhe... Nuk e keni menduar Nuk e kemi mendu, njerë për njerë jemi mirë ashtu që shjemi. Po kërkesa ka. Ka kërkesa dhe të firmave të ndryshme. Nëse nuk gaboj, para se diskutonim, ju keni pasur edhe ftesa, kërkesa për të hyrë edhe në politikë.
Ku përmeni gjithë këto informata? Ku përmeni gjithë këto informata? Po, kemi pas kërkesa, se unë jam juriste, kam edhe diplomën e fakultetit juridik këto. Po. Dhe biznes, dhe kemi pas kërkesa dhe kemi... A do të hyje në politikë për ta shuar këtë urrejtje pra, ose këtë xhelozi? Pa, Do të thonë për të kontribuar në bashkimin. Nuk i dihet, po çdo herë për bashkimin e Mërgatës dhe vendit tonë, do jem çdo herë prezent dhe do e bëjmë shumë dëshirë. A e përcjellni politikën në Kosovë? E përcjellmi politikën në Kosovë shumë. Dhe do shohemi çka na sjell jeta, nuk i dihet. Ndoshta në të ardhmen do vi këtu ta bëjnë intervistë politikane e Kosovës. Shpresojmë e dashur, një politikane e denjë që ashtu siç ka nevojë Kosova. Do doja që të pyes pak për votime, besoj vjen shumë shpesh, a? Se po na bjen kohëve të fundit këgja shpesh me ardhur. Po ne kemi mundësinë edhe me votu direkt prej vendit edhe kështu. Po ndryshe ajo ndjenja me ardhë këto po më duket. Jo, valla me të thonë drejtën, nuk kam pas mundësi me ardhë në Kosovë për shkak se i kena obligimet e tona dhe këto zgjedhjet e fundit u bënën shumë shpesh, dyqysh nuk mojtëm me ardhë. Më thonë votoni, zgjedhni që të votoni nga vendi. Po, prej Gjermanisë. Edhe sa keni me najt në Kosovë? Na nuk i kena biletat këthyse. Qashtë që ajo ma e mira, kur nuk e vetë takton, po. Na nuk i kena biletat këthyse dhe po shohmi edhe pak bizneset që na ecin atje dhe kur do që do na thojnë na duni, vazhdojnë andej. Sigurisht fëmijët janë ata që nuk kanë qef me marrë si lajmë këthimin, më u këthy. Fëmijët në asnjë mënyrë. Anuarit të regova që është shumë i lidhen këto dhe më thëtë unë e dori deri 2 ditë para se me fillu shkolla këto, e vita një prap me aeroplan se a i ka ardhë i pari këto. Jo si doni... Vazhdoni. Ylvire, është shumë kënaqësi që ju patëm sot në emisionin Male Andet. Kemi ardhur kështu deri në fund të intervistën dhe uroj që të gjitha ëndrat të bëhen realitet në të ardhmen, çka do që ke, po gjithashtu edhe një mirëqenje, edhe një shëndet plot për familjen tënde, për 2 djemë. Faleminderit shumë, nderuame shumë, faleminderit për ftesën dhe me kënaqësi çdo herë te jo do të jem. Faleminderit shumë. Uroj që të na vish përsëri në intervista dhe në cilësi çfarë do që ju dëshironi. Është shumë kënaqësi për mu ta ndaj një pjesë të pushimit tem. Po, është e bukur një vlog, një TikTok e bënë bashkë për pushimin. Faleminderit shumë, Ylvire, kënaqësi. Me kënaqësi, faleminderit edhe nga jo. Shikues të dashur, do të vazhdojmë